Mirëmëngjes miq të dashur, urojmë t'jeni sa më mirë. Sot do flasim për produktet që na duhet përdorim kur kemi myk në lëkurë ose në organizëm. Fillojmë me çajin Candimer, që ka bimët më të mira si për shembull Livandon, Rigonin, Trumzën, Calendulën, gjithë ftoj. Në 2 litra ujë të valuar, duhet marrë i val vetëm uji, 4 deri në 5 minuta, hidhen 6 lugë gjelle. Në momentin që hidhen 6 lugë gjelle, duhet ta lëmë 2 minuta të zej. Ftofet, kullohet dhe konsumohet 3 herë në ditë nga i got 200 ml pas buke. Pjesën tjetër ruajmë në frigoriferi dhe e përdorim edhe për shplar këmbët, nëse kemi mykun e këmbët apo të duart. Produkti i dytë është Propolis Merigon antimykotik, që konsumohet direkt nga goja 3 herë në ditë nga 10 pika mbas buke, pikohet edhe të duart nëse kemi problem të thojt, si të këmbët si të duart. Dhe i fundit, po jo më i rëndësishmi, është kremi i mykut, me përbërësit më të mirë që janë për mykun. Presim porositë juaja në DM ose në numrin tonë të telefonit 069 34 15 86. Faleminderit që më ndiqni.